gjykata kushtetuese u mblodh për 10 orë, u mblodh për të marrë vendim dhe pastaj vendimi ishte një mosvendim. Dhe gjëja tjetër që është interesante aty është fakti që ky mosvendimi çoi në pezullimin e pezullimit. Pra ne ndodhemi në situatën 0 para se të bëj kërkesa në gjykatën kushtetuese. Jam dakord me atë që tha deputeti Gjoni, që majoranca, më sa kryeministri, më shumë u mundua të marrë kohë me këtë procedurë, sepse kjo nuk ndikon në atë që është kërkesa direkte e SPAK-ut në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, qeveria i është drejtuar gjykatës kushtetuese vetëm për një nga masat e sigurisë, paraprake që u morë ndaj zëvendës kryeministrit. Pra, u morë masa e parë ishte bllokimi i pasaportës saj dhe ne kemi një zëvendës kryeministri që nuk del dot në territorin e Shqipërisë dhe masa e dytë ishte pezullimi i saj.